Me një fond limit prej 4.47 miliard lekësh apo rreth 46.5 milion euro, autoriteti rrugor shqiptar ka hapur tenderin për mirëmbajtjen me performancë të akseve kryesore rrugore në vend për 4 vitet e ardhshme. Në total parashikohet mirëmbajtja e mbi 1300 kilometrave rrugë të ndara në 4 kontrata sipas rajoneve. Kontrata A që mbulon rajonin verior përfshin 242.2 kilometra rrugë, duke përfshirë segmente si Milot Lezhë, Shkodër Hani Hotit, Vaudej Puk dhe lidhje drejt Kukësit e Shëngjinit, ndërsa fondi limit është rreth 815 milion lek. Ndërkohë që kontrata B përfshin 294.1 kilometra akse rrugore në rajonin qendror dhe veri lindor dhe ka një fond limit prej gati 1.1 miliard lek, ndër segmentet kryesore janë lidhje Tiranë-Rinas-Durrës, Thuman-Milot, si dhe rrugët drejt Bulqizës dhe Peshkopis. Kontrata C që mbulon pjesën lindore dhe juglindore përfshin rreth 403 kilometra rrugë, duke përfshirë akse si Elbasan-Qafthan, Korçë-Kapshtis, Librash-Gjuhës dhe Lushnjë-Berat dhe ka një fond total limit prej 1.37 miliard lek, ndërsa kontrata D për rajonin jugor përfshin rreth 374 kilometra rrugë me segmente si Tepelen-Gjirokastër, Orikum-Himar-Borsh, Levan-Vlorë dhe lidhje drejt Konispolit. Fondi limit për këtë kontratë është gati 1.2 miliard lek. Modeli mirëmbajtjes me performancë nuk kupton që kompanitë do jenë përgjegjëse për garantimin e standardeve të rrugëve gjatë gjithë periudhës së kontratës, duke përfshirë ndërhyrje të vazhdueshme si riparime, pastrim sinjalistik dhe në disa segmente edhe mirëmbajtje dimërore.